Nisma Shqipëria bëhet ka zhvilluar një takim elektoral me banorët e qytetit të Vlorës në zonën tek Trerancat. Jam kthyer nga Gjermania për ta bërë Shqipërinë bashk, ju ka thënë kandidati Aleksandër Unaj qytetarëve me cilët u takua në këtë takim elektoral. Dëshira dhe malli për Shqipërinë sipas Unaj bën që ai të kthehej. Unë jam Aleksandër Unaj, jam 30 vjeç, jetoj prej 13 vitesh në Gjermani. Jam kthyer me energji të plota për ta bërë Shqipërinë bashkë me ju dhe do ta bëjmë dhe ju jap fjalën gjithë. Jam inxhinier hidroteknik, kam studiuar në Gjermani, punoj aktualisht atje. Por, siç e thash, dëshira dhe malli për Shqipërinë nuk më ka lënë asnjë minutë, kam menduar ditë për ditë, 365 ditë të vitit, kthimin në Shqipëri. Dua të kthehem, dua bijtë tuaj të kthehem dhe do ta bëjmë të mundur që ne të kthehemi dhe ata të ikën. Kandidati për deputet në qarkun e Vlorës i Nisma Shqipëria bëhet, Aleksandër Unaj, tha se të rinjtë dhe Nisma Shqipëria bëhet do ta çajë këtë sistem që është kthyer në monopol. Ai tha se Nisma Shqipëria bëhet nuk bën koalicion me asnjë parti dhe do ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Alugati dele dhe thot duhen 71 mandate për të krijuar qeverinë. Duhen 84 mandate për të bërë reforma, se ç'na tha ky ne se nuk e dinim ne që duhen gjithë. Ne jemi këtu jo për mandate, jemi për ta çarë sistemin dhe do ta çajmë që të shke me tërë. Ti nuk i gëzon dot as mandatet, i ke pasur dhe 71 dhe 84, kanë kaluar 12 vjet, asnjë gjë s'ke bërë vetëm për veten tënde. Pra, ne në qoftë se marrim një numër të konsiderueshëm mandatesh, që ata të dy, si PS, si PD, pa ne mos të kryejë dot qeverinë, ne nuk bëjmë koalicion me asnjë parti dhe ne do ta çojmë vendin në zgjedhje parakohshme. Pse? Faleminderit. Sepse vetëm kështu mund ta çlirojmë një herë e mirë administratën publike dhe mos jetë më e kërcënuar. Të dali dhe të votojë ndershmërisht. Na I bëj thirrje sot të gjithë punonjësve të ndershëm të administratës publike, vëllezër, motra, mos keni frikë, ju jeni me ne. Unaj ka edhe një thirrje për qytetarët që të votojnë me mendje dhe për fëmijët e të ardhmen e tyre.